E kush tha që djemt nuk din të hapin petë për byrek? Sot kam përgatit një super byrek me spinaq, kos edhe djath. Kishte ditë që thoja që do bëj një byrek, po jo sot, jo nesër, e thash tani do ta bëj se s'bën një byrek me spinaq. Një petë poshtë, një petë sipër dhe ja si doli byreku çfarë të hash. Përpara se të vazhdoj me recetën, shumë për jush i shikoni këto videot e mia, i bëni like, i komentoni, por nuk më keni akoma follow. Ju lutem shtypni butonin follow. Për të përgatitur brumin e byrekut kam përdorur këto masa tu, i keni në ekran. E punojmë brumin me dorë për 5 minuta dhe pastaj lënë të pushojnë 20 minuta. Më pas brumin e kemi gati, hedhim pak niseshte dhe e ndajmë në kulaç. Unë e kam ndarë në 8 kulaç të barabartë. Pasi të mbaroj me kulaçet, fillojmë me përgatitjen e mbushjes. Unë kam përdorur spinaq, djath feta dhe 2 lugë kos. Krip nuk i kam hedhur se ka djathi vet kripet dhe s'doja ta bëja shumë të kripur. Filloj me hapjen e petave të vogla, do t'i hapim një nga një dhe do t'i lyejmë me vaj dhe do t'i vendosim sipër njëra tjetrës 4 me 4. Mirë unë që kam përgatitur byrek sot, po ju çfarë keni gatuar? Shkruani komente se do t'i lexoj të gjitha komentet. Pasi t'i kemi mbaruar të gjitha petat, do të fillojmë me të parën duke hapur në një petë të madhe me ndihmën e niseshtes. Dhe nëse doni dini nga kam mësuar unë të bëj byrek kështu, është e gjitha merita e mamit dhe e gjyshes. I shija gjithmonë kur gatuani byrek për gjithë familjen dhe shkoja ndihmoja dhe unë dhe tani unë mund ta përgatis vetë byrekun kur të dua. E lyejmë tepsin mirë me vaj dhe pastaj vendosim petën e parë. Fillojmë me mbushjen, do ta vendosim të gjithë mbushjen pasi ky byreku është vetëm me 2 petë. Pasi ta kemi shtruar petën e sipërme, e rregullojmë pak, i mbyllim ato cepat dhe e spërkasim me vaj ulliri. Byreku tani është gati për në furn në 250-260 gradë për 20-25 minuta. Kur të dali, i hedhim pak ujë, e mbulojmë dhe e lëmë për 5 minuta sa të mpikset dhe byrekun e kemi gati. Unë këtë radhë bëra byrekun me spinaq, po dua të di nga ju se cili është byreku juaj i preferuar, me mish, me qep me domate, me gjiz, shkruani në komente. Kjo ishte edhe videoja ime për ju sot, uroj t'ju ketë pëlqyer, shihemi në videon tjetër. Ciao.